gjatë shpërndarjes së lajmit, gjatë komentit në lajme, timi të përgjithshëm. Shpërndaj me përgjithësi. Çka nuk kupton shpërndaj me përgjithësi? Kalkulon pasoja. Çka ndodh se ky lajm del? Çka ndodh se kjo temë qelet? Çka ndodh? Vallai ndodh kjo, mund njerëzit me një konflikt. Nëse një informatë nxjerrëm, ka mundsi njerëzit më ranë në bela. Atëherë mos e shpërndaj. Kontribo për pajtim, kontribo për qetësi, e jo turbulenca, e jo përçarje dhe konflikt në mesin e njerëzve. Këtë shoqëri dhe në Islami, një shoqëri e cila realisht vepron dhe disponon informatat e sakta, flet me dije dhe me përgjegjësi, dhe jo e kundërta. Prandaj apel për të gjithë të ndërlozër, kujdes nga lajmet, kujdes nga informatat, pavarësisht nga ku vijnë dhe pe ku burojnë. Kujdesuni nga provokimet e ndryshme, timi të qetë, të tregojmë dhe dëshmojmë gjakftësinë tonë, vetë përmbajtjen për të mirën e vendit tonë dhe të ardhmës të fëmijëve e rinisë në përgjithësi.